Thank you very much. I was just dealing with Trump njofton marrëveshjen e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, çfarë dim dhe çfarë pritet më tej, çfarë ndodhi të mërkurën, çfarë tha saktësisht Trump se ishte rënë dakord, çfarë mbetet e paqartë, kur mund të lirohen pengjet, si reagoi Izraeli, si reagoi Hamasi, si reaguan njerëzit në Gaza, si reaguan liderët botëror, çfarë ndodh më pas. Këto dhe informacione të tjera ndiqeni në minutat në vazhdim. Kjo është faza e parë e një plani 20 pikësh të shpallur nga Trump javën e kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka njoftuar se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për fazën e parë të një kornize paqeje që synon një armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinez. Njoftimi vjen pas planit 20 pikësh të Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza, të cilin ai e shpalli javën e kaluar dhe që është pritur pozitivisht nga Izraeli, Hamasi dhe pjesa më e madhe e botës. Më shumë se 67.000 njerëz janë vrarë në luftën e Izraelit kundër Gazës, e përshkruar nga shumë organizata ndërkombëtare të drejtave të njerëzit dhe nga një komision i Kombeve të Bashkuara si me natyrë gjenocidale. Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kishin rënë dakord për hapjen e parë të planit të tij për armëpushimin në Gaza. Në një postim në Truth Social në orën 23:17, ai shkroi se të gjithë pengjet do të lirohen shumë shpejt dhe se Izraeli do të tërheqë trupat e tij në një vit të dakorduar si pjesë e marrëveshjes. Vetëm disa orë më parë, Trump u kishte thënë gazetarëve se ishte gati të udhëtonte në lindjen e mesme që këtë fundjavë për ta çuar përpara. Planin, ai e kishte prezantuar fillimisht propozimin 20 pikësh më 29 shtator pas një takimi në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, duke e paraqitur si një rrugë drejt përfundimit të luftës në Gaza. Kjo mundësi u bë më konkrete gjatë një eventi në shtëpinë e bardhë të mërkurën, kur sekretari i shtetit Marco Rubio hyri në sallë dhe i dorëzoi një shënim. Pasi e lexoi, Trump u tha gazetarëve: "Sekretari i shtetit sapo më dha një shënim që thotë se jemi shumë afër një marrëveshje në lindjen e mesme dhe se do të më duhet atje shumë shpejt." Në fund të ngjarjes, Trump shtoi: "Tani duhet të shkoj për të zgjidhur disa probleme në lindjen e mesme." Sipas një fotografi, shënimi i kërkonte presidentit të nënshkruante postimin në Truth Social që ai të ishte i pari që njoftonte marrëveshjen. Në postimin e tij në Truth Social, Trump shkroi: "Kjo është arritja më e rëndësishme që kemi bërë lidhur me luftën, pas 8 muajsh përpjekjesh për të ndërmjetësuar një përfundim të konfliktit." Gjatë fushatës së tij për rizgjedhje, ai e kishte cilësuar përfundimin e luftës në Gaza si një nga prioritetet e tij të politikës së jashtme. Pikat kryesore të marrëveshjes që ai publikoi ishin: Izraeli dhe Hamasi kanë nënshkruar fazën e parë të planit të paqes. Të gjithë pengjet do të lirohen shumë shpejt. Izraeli do të tërheqë trupat në një vit të dakorduar. Kjo do të jetë hapi i parë drejt një paqeje të fortë dhe të qëndrueshme. Të gjitha palët do të trajtohen në mënyrë të drejtë. Trump falenderoi ndërmjetësit nga Katari, Egjipti dhe Turqia. Marrëveshja ka ringjallur shpresat për përfundimin e luftës, por detajet thelbësore mbeten të paqarta. Sipas planit të Trump, pasi Hamasi të dorëzoi pengjet, lufta duhet të përfundojë, tha analisti politik Marwan Bishara. Por Izraeli thotë se lufta do të përfundojë vetëm pasi Hamasi të çarmatoset. Kur mund të lirohen pengjet? Trump i tha Sean Hannity të Fox News të mërkurën se pengjet mund të lirohen të hënën, përfshirë edhe trupat e atyre që kanë vdekur. Një burim i Hamasit tha se pengjet që kanë mbijetuar do të lirohen brenda 72 orësh pas miratimit të marrëveshjes nga qeveria izraelite. Zyrtarët izraelit sinjalizuan se procesi mund të nisë të shtunen. Trump tha se beson që Irani do të jetë pjesë e situatës së përgjithshme të paqes. Rreth 20 pengje izraelite besohet se janë ende gjallë në Gaza. Hamasi dhe fraksionet të tjera palestineze morën rreth 250 pengje më 7 tetor 2023 gjatë sulmit ndaj Izraelit, ku u vranë mbi 1100 persona.
Marwan Bishara shtoi se ende ka mosmarrveshje serioze mes Izraelit dhe Hamasit dhe shumë detaje duhen përcaktuar, përfshirë afatet e tërheqjes izraelite, formimin e administratës së pas luftës në rripin e Gazës dhe të ardhmen e Hamasit. Sipas tij, mund të thuash se faza fillestare po funksionon, tha Bishara. Sipas tij, të dyja palët duket se janë dakorduar për disa parametra të një shkëmbimi pengjesh dhe të burgosurish. Ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti një ditë të madhe për Izraelin. Shpreh falenderimet e mia të përzemërta për presidentin Trump dhe ekipin e tij për përkushtimin në këtë mision të shenjtë të lirimit të pengjeve tona, tha Netanyahu në një deklaratë të mërkurën në mbrëmje. Me ndihmën e Zotit, së bashku do të vazhdojmë të arrijmë të gjitha objektivat tona dhe të forcojmë paqen me fqinjet tanë. Hamasi lëshoi një deklaratë ku thuhej se marrëveshja përcakton përfundimin e luftës në Gaza, tërheqjen e forcave pushtuese, hyrjen e ndihmave dhe shkëmbimin e të burgosurve. Ai falenderoi Katarin, Egjiptin, Turqinë dhe Trumpin për përpjekjet ndërmjetësuese dhe u bëri thirrje SBA-se dhe palëve të tjera të detyrojnë qeverinë pushtuese të zbatojë plotësisht detyrimet dhe të mos lejojnë shmangjen ose vonesat në zbatimin e marrëveshjes. Ne përshëndesim popullin ton të madh në rripin e Gazës, Jeruzalem dhe bregun perëndimor, që kanë treguar krenari, heroizëm dhe nder të pashok, tha Hamasi. Këto sakrifica të mëdha kanë penguar planin e pushtuesit izraelit për nënshtrim dhe dobim. Deklarata theksoi se Hamasi nuk do të heqë dorë nga të drejtat kombëtare të popullit ton për liri, pavarësi dhe vetëvendosje. Sipas korrespondentit të Al Jazeeras, Tarek Abu Azum, palestinezët, veçanërisht ata në Gaza, kanë shprehur një përzierje gëzimi dhe kujdesi. Duke raportuar nga Deir el Balah në Gazën qendrore, Abu Azum tha se familjet brohoritën kur dëgjuan lajmin për armëpushimin pas 2 vite shkatrimi, dëbimi dhe premtimesh të thyera. Njerëzit po presin me dëshpërim të ribashkohen me të dashurit dhe të kenë qoftë edhe një moment për të vajtuar humbjet. Por ky armëpushim ende nuk ka hyrë në fuqi dhe kujdesi mbetet i domosdoshëm për civilët që mund të kthehen në zona ende të klasifikuara si zona të kuqe aktive, shtoi ai. Udhëheqësit dhe grupet në mbar botën e përshëndetën në nënshkrimin e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, tha: "Përgëzoj përpjekjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara, Katarit, Egjiptit dhe Turqisë për këtë përparim të domosdoshëm." Kryeministri britanik Keir Starmer mirëpriti lajmin dhe kërkoi që marrëveshja e fazës së parë e planit të Trump për Gazën të zbatohet plotësisht dhe pa vonesë. Kryeministri indian Narendra Modi shprehu shpresën se lirimi i pengjeve dhe shtimi i ndihmave humanitare për popullin e Gazës do të sjellin lehtësim dhe do të hapin rrugën për një paqe të qëndrueshme. Ministri i jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, tha se edhe pse ky është një hap thelbësor drejt paqes, Hamasi duhet i lirojë të gjithë pengjet dhe Izraeli duhet të tërhiqë trupat në vijen e dakorduar. Çfarë ndodh më pas? Netanyahu tha se do ta paraqes marrëveshjen për miratim në kabinet të enjtjen. Pas votimit, ushtria izraelite do të tërhiqet dhe 72 orë më pas, Hamasi pritet të nisë lirimin e pengjeve. Ha Hellier, studiues në Royal United Services Institute, tha për Al Jazeera se pika vendimtare tani është sa presion do të vazhdojë të ushtrohet veçanërisht ndaj Izraelit për të siguruar që armëpushimi të qëndrojë. Trump pritet të udhtojë në Egjipt në ditët e ardhshme. Netanyahu e ka ftuar gjithashtu të mbajë një fjalim në parlamentin izraelit dhe Trump i tha Axiosit se ka shumë gjasa ta bëjë këtë udhëtim.
Faza tjetër e planit të Trump parashikon krijimin e një organizmi ndërkombëtar, Bordi i Paqes, që do të mbikëqyrë administrimin e Gazës pas luftës. Trump do të jetë kryetari i bordit, së bashku me lider të tjerë botëror, përfshirë ish kryeministrin britanik Tony Blair. Por ekspertët paralajmërojnë se ajo që vjen më pas mund të jetë shumë më e vështirë. Hamasi ka ofruar lirimin e të gjithë pengjeve në këmbim të përfundimit të luftës, pothuajse që në fillim, than Michael Shafert Omerman, drejtori i çështjeve Izrael-Palestinë në Organizatën Amerikane të Drejtave DON. Izraeli ka shkelur qëllimisht dhe hapur çdo armpushim të arritur deri tani, shtoi ai. Sigurimi që Izraeli do t'i përmbahet kushteve, që të mos kthehet përsëri në luftime dhe të heqë blokadën, që të lejojë jo vetëm ndihma, por edhe mallra tregtare dhe lëvizjen e njerëzve përtej kufirit, është diçka që ende nuk është e garantuar.